Bëhemi gati të ikim me pushime, jo unë fatkeqësisht, unë jem akoma në punë, se shkollat nuk janë mbyllur në Angli, edhe vazhdojmë neve punën. Kjo që po tundet këtu, motra ime Eva, po përgatitet të ikim me pushime, edhe jo sikur ikën me pushime, po sikur do ndroj shtëpi është tër këto valica që ka marrë. Ku vetëm mojt keqen motra mbushe pa mbush valicat, heqna gjeti. Kjo në fakt ishte valica ime. Edhe kjo tjetra e djalit tim është, po më të gjitha valicat e mjekja ti. Në fakt të parën ja solla unë nga që i mora të sajnë, edhe ma thyen edhe këtë valicë, është e thyerin qiknan. S'ka gjithë keqen motra mbaj, se do mbaj unë në valicën jote. U pa puna tani. Probleme që i zgjidhim nëpërmjet rrjeteve sociale unë dhe motra. Gati valicat i bëri, u përgatit edhe për vete, me formë do ikësh rrugës. Mirë, rehat do jeshëm. Edhe këtu djali që po merr valicat që janë plumkuçohen ato, që ti vendosin në makinë, siç mund të shikoni, po ikin me autobus. Edhe dua të më shkruani ku mendoni juve, të më shkruani, të më komentoni në fakt, ku mendoni juve se do shkojnë me pushime. Tani do më thoni, që na intereson? Mirë, ata që ju intereson, ju të tjerë që nuk ju intereson, thjesht shikojeni videon. U pa puna. Tani ndaluan këtu bën edhe një pushim, të pinë një kafe edhe të çlodhen pak, se është udhëtimi i gjatë o njerëz, çfarë do bëjmë tani? Edhe këtu po vazhdojnë prapë të shkojnë te autobusi, që t'u jap një ndihmë të vogël, do marrin edhe anije, që t'u udhëtojnë. Ciao, shifemi. Doni ta mësoni se ku shkoi Eva përfundimisht me pushime? Doni e di unë. Shkoj si që në tregon edhe bileta këtu në Itali, o njerëz të dashur, në jugun e Italisë. Do vizitoj në disa qytete aty, edhe do kaloj në bukur, kuptohet se gjithmonë kur shkon me pushime kalon bukur. Sado që në tragjetë nuk kaloj mirë me sa më tha, e vërteta është, nuk i pëlqeu, po çfarë do bëjmë tani? I ka këto udhëtimet edhe do lodhemi, nuk u bë gjë. U nisën me autobus nga Florina edhe pastaja morën tragetin për të kaluar për në Itali. U nisën në darkë, natën do me thënë, nuk e di nga çort tani, se po vjen edhe gjumë, nuk rritë pres kur do niset Eva me tragetë, edhe pastaja arritën në mëngjes, këtu po tregoj pamjet që më dërgoi Eva. U zgjua këtu po lanë dhëmbët para se të zbresin nga trageti, shikoni tani këtë pamje fantastike, shikoni dielli si bie tek deti. O zot, shumë bukur është dhe unë po u përshkruaj këtë video edhe për pak do iki për në punë, mos e pyesin tani gjendja, e si po e përshkruaj unë këtë video, e di unë e zonja, po nejse tani, le të kaloj mirë me që hajde e dua e ka motër. Shikoni sa bukur që është. Ditë e parë do shkojnë në Lecce të Italisë, do kalojnë aty, do bëjnë xhiro, do hanë, do pinë, do venë në restorante, do venë të shikojnë disa gjëra turistike, çfarë ka aty për të parë, do hanë akullore pa diskutim, se po shkove në Itali dhe mos hash akullore tani edhe të gjitha këto sanduiçet e mira edhe makarona, pastaj ku do t'i hash? Do më thoni, po u tregoj tani pamjet këtu të gjitha që është shumë bukur, për të gjithë juve që dojnë ta vizitoni, për të gjithë juve që e keni vizituar edhe u ka marrë malli, për të gjithë juve që dojnë të shkoni, po u tregoj unë tani. Edhe ky është qyteti i parë që vizituan, kuptohet që do vazhdojnë edhe në qytetet e tjera me radhë. Ndaja edhe vazhdoni të shikoni videot nëse doni të shikoni qytetet e Italisë. Të kaloni bukur. Ciao. Do shkojmë sot njerëz të dashur? Jo, as unë, as juve. Do shkojë motra ime Eva, që ka zënë të gjitha qytetet e Italisë me radhë, edhe do na i tregoj të gjitha. Unë do t'ua tregoj të gjitha, Eva më dërgon videot. Tani, Alberobello është një nga qytetet më të veçanta edhe më magjike të Italisë, i cili ndodhet në rajonin e Puglies. Përse është i famshëm, siç mund të shikoni edhe juve, për shtëpitë karakteristike, prej guri, edhe që janë me këto çatit konike të quajtura e trulli, të cilat janë pjesë e trashëgimisë të botërore të UNESCO-s. Shëtitja në rrugica këtu, siç mund të shikoni, në rrugicat e bardha, të jep ndjesinë sikur ndodhesh në një përrall. Më thoni tani dhe juve, nuk u kujton ky vend magjik, ato përrallat ku lexonit kur ishit të vegjël, edhe që kishin ato shtëpitë karakteristike fiksit që janë këtu. Mua mi kujton në shumë, edhe është vërtet shumë vend i bukur, ja vlen që ta vizitosh, me sa më thotë motra ime. Siç mund të shikoni, kuptohet që në këtë kohë është vap tani, po çfarë do bëjmë, në të gjithë Europën ka vap, mos ashtu themi, mos ankohemi kot. Ulën për të ngrënë edhe këtu, ç'ke marrë më të keqen motra Trahana?
I thash të hana ke marrë, edhe më tha është risotto. Nuk ishte ndonjë kush e di, nuk i pëlqeu ushqimi. Nëse s'ka problem në vende turistike, besoj se është e njëjta gjë. Nuk kanë ushqim të mirë, po pamja ishte fantastike. Cili qyteti i Italisë ka radhën për ta vizituar? Do t'u tregoj në fund të videos se për cilin qytet bëhet fjalë, po tani do t'u jap disa info për këtë qytet, edhe pse është kaq i bukur dhe kaq i rrallë, mund të them. Quhet qyteti i bardhë i Italisë, është një nga vendet më të bukura në rajonin e Puljas. Rrugicat e ngushta, siç mund të shikoni, shtëpitë e bardha, edhe pamjet mahnitse e bëjnë këtë qytet të duket si një përrallë. Një vend plot histori, bukuri, edhe atmosferë tipike mesdhetare, që të bën ta duash me shikimin e parë. Siç mund të shikoni, të gjitha godinat që janë këtu janë në ngjyrë të bardhë, edhe ndaj edhe quhet qyteti i bardhë. Shumë vend i bukur për ta vizituar, ndodhet siç u thash në rajonin e Puljes, edhe në Itali, dhe duke vizituar Albertobello dhe të gjitha këto vendet e bukura të jugut të Italisë, do vizitoni edhe këtë qytet. Mbase e kuptuat për këtë qytet bëhet fjalë, por do t'ua them edhe unë, edhe të më thoni në qoftë se e kuptuat para se t'u them unë qytetin. Fjala bëhet për Ostuni, një qytet kaq i bukur siç mund të shikoni, me tradita, me bukuritë e veta, edhe me këtë atmosferën kaq të bukur, që të bën të harrosh të gjitha problemet që ke, edhe të ndihesh që je vërtet në një përrallë, në një qytet kaq të bukur. A e keni vizituar apo keni ndërmend ta vizitoni? Shkojmë në Itali që të shikojmë malet e Shqipërisë. Ju e dini që nga Otrando mund të shikoni malet e Shqipërisë përtej Adriatikut, kur ditët janë të kthjellta. Le ta nisim nga fillimi tani. Sot Eva shkoi në Lecce, që ndodhet në rajonin e Puljes, edhe quhet shpesh Firenze e Jugut për shkak të arkitekturës së saj baroke. Ka një qendër historike shumë të bukur, me rrugica të ngushta, sheshe elegante edhe kisha madhështore. Përveç Lecce, shkuan edhe në Otrado, siç u thashë, që përtejë janë malet e Shqipërisë, që mund t'i shikoni. Është një qytet bregdetar i vogël, ndodhet 45 kilometra nga Lecce, edhe kuptohet që kur vizitoni një qytet duhet se s'bën të vizitoni edhe tjetrin. Plazhet përreth janë nga më të bukurat në Pulja. Tani, Lecce është ideale për histori, arkitekturë edhe jetën e qytetit. Otrado është perfekte për det, plazhe dhe atmosferë romantike mesdhetare. Më thoni se kë doni të vizitoni juve, në qoftë se i keni vizituar, edhe cili qytet mendoni se është më afër tek shijet tuaja. Në fakt, kur shkoni tek jugu i Italisë, do t'i vizitoni të gjitha me radhë, se tani 45 minuta me makinë nuk është ndonjë kush e di largo njerëz, që kështu kuptohet që do mësojmë edhe historinë, po edhe të shkojmë për atmosferë romantike. Këtu po u tregoj edhe hotelin ku qëndruan Eva me familjen e saj, edhe pamjen që kishin nga balkoni në këto darkat nxehta të verës, të ulen këtu të shijojnë pamjen fantastike edhe kur perëndon edhe kur lind dielli. Të kaloni bukur. Ciao. Ku do udhëtojmë sot së bashku? Ku do të çojmë prapë? Sot do të çojmë në Polignano a Mare. Është një nga perlat e rajonit të Puljes, në jug të Italisë. Ky qytet i vogël, i ndërtuar mbi shkëmbi, këtu po shikoni edhe njerëz që po kërcejnë, i ndërtuar mbi shkëmbi siç po thoshja, që bie drejt në detin Adriatik, të mahnit me pamjet e tij spektakolare, edhe atmosferën tipike mesdhetare. Ujrat e kristalta me ngjyrë blu zmaragdhi, shpellat detare, edhe plazhi i famshëm Lama e Monachile, në qoftë se e them mirë, e bëjnë këtë vend një nga destinacionet më të bukura të Italisë. Me shtëpitë e bardha, siç mund të shikoni, rrugicat e ngushta, edhe pamjet që të lënë pa fjalë. Polignano a Mare është një vend që të mbetet gjatë në zemër.
Nuk e dini nëse e keni vizituar ose nëse keni ndërmend që ta vizitoni, po vërtet ja vlen, me sa më thot Eva, se dhe unë nuk e kam vizituar. Le të shpresojmë së shpejti. Ja vlen shumë bukuri të ralla, edhe kuptohet që nuk mund të rrimë pa një akullore pistakjo për Evën. Nuk e tani se çmori djali Evës, nuk e pash edhe burrin, nejse, nuk ka rëndësi çfarë shije të doni juve, por është një nga qytetet më të bukura edhe përrallor të Italisë. Mirë se erdhët në Matera, në një nga qytetet më të veçanta të Italisë dhe në një nga vendbanimet më të vjetra të banuara në botë. E vendosur në rajonin e Basilikatës, në jug të Italisë, Matera është e famshme për Sassi di Matera. Fillova të flaset italisht unë tani. Shtëpitë e gdhëndura në shkëmpë, që i japin qytetit një pamje unike. Duke ecur nëpër rrugicat e ngushta, duket sikur po udhëtonë pas në kohë. Atmosfera magjike, siç mund të shikoni, sidomos në mbrëmje, kur drita ndriçojë në gjithë qytetin, atje duket shumë bukur. Eva shkoi ditën, çfarë do të bëjmë tani? Nuk shkua në darkë. Për shkak të historisë dhe bukurisë të saj, Matera është pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, edhe si të mos ishte ndryshe. Edhe ka shërbyer si sken për shumë filma janë xhiruar këtu në Matera. Siç mund të shikoni dhe juve, mund ta kuptoni pse. Shikoni sa bukuri e rrallë që është, sa të bukura janë të gjitha shtëpitë, të gdhëndura me gurë, edhe njëra mbi tjetrën. Mund të themi që çatia e një shtëpie mund të ishte avllia e shtëpisë tjetër. Ushqimi shumë i mirë, sidomos këto makaronat o zot. Edhe një pije, se po tani po të shkosh në Itali dhe të mos pish diçka. Nuk ja vlenë, edhe këtu që ishte live që po këndonte. Unë ta dëgjoni, do ta lë me zë videon. Të kaloni bukur. Marri mëngjesin shpejt në hoteli, që siç mund të shikoni, ka gjithë këto gjëra, mund të zgjidhni çfarë të doni. Jo unë dhe ti, jo, që po shikon videon, Eva që shkoj atje me familjen. Neve thjesht do t'i shikojmë, edhe do shkojmë edhe neve një xhiro në Zoo Safari tani, që shkoj Eva, kuptohet, me familjen, edhe pande gjitha këto kafshët e bukura nga afër, që të jep ide në një safari vërtet, kështu siç janë të gjitha kafshët këtu. Mund të kalosh me makinë, edhe t'i shikosh nga afër. Shikoni edhe majmuni tani këtu që po bënte lojra. Do më thuash majmunesh, po nuk bëri lojra, çfarë do bëjë? E po hidhej lart e poshtë, siç mund të shikoni. Elefant, shikoni sa të bukur që janë, që po han ushqimin e tyre. Gjirafat edhe të gjitha këto kafshët sa të bukura dhe zebrat këtu, siç mund t'i shikoni, që është sikur jetojnë bashkë me njerëzit këtu. Një 2 herë u japin në nervat njerëzit që shkojnë, edhe kanë të drejtë edhe kafshët e shkreta çfarë të bëjnë. Këtu siç mund të shikoni, mund të merrni një tren të vogël që është këtu brenda në Zoo Safari, edhe të kaloni nga afër të shikoni të gjitha kafshët. Po na përshëndet edhe. Pushimet në Itali mbaruan, në jugun e Italisë. Erdhi momenti që të kthehen në shtëpi, Eva me familjen. Jo për shumë ditë, se do iki në një udhëtim tjetër, edhe do ta shikoni së shpejti se ku do shkoj kësaj radhe, që nuk ka lënë vend pa bredhur. Nejse, edhe unë jam akoma në punë, nuk është e drejtë, siç tha dhe djali tim kur e pa Evën që u kthye dhe iku prapë, i tha kjo nuk është e drejtë për mua, i tha që unë jam në shkollë edhe ti vetë shëtitje, ka të drejtë dhe djali tim. Tani, si pushimet në jugun e Italisë, siç e patë, u tregova të gjitha qytetet që vizitoi, të gjitha ushqimet që hëngrën, si kaluan, edhe vërtet nëse e keni në plan një udhëtim të tillë, siç e kam dhe unë në plan, ja vlen, se është vërtet janë vende shumë të bukura me histori, me kulturë, me ushqim pa diskutim të mirë, me akullore, o zot. Eva udhëtonte, shkuan me guida edhe udhëtonin me autobus, që mund të shikoni, pastaj me tragete që të shkojnë. Unë besoj do preferoj aeroplanin, me që kam fëmijë të vogla akoma, pa jo se kështu nuk ja vlen, kuptohet që ja vlen. Nëse ke fëmijë një çik më të rritur, edhe qëndrojnë, nuk fillojnë, mami harritëm, të ke qenë mami, tani për 5 minuta, le të duam edhe akoma 3 orë të arrijm. Nejse. Sa arriti në Florina në shtëpi Eva, siç mund të shikoni, edhe te video tjetër do t'u tregoj që po përgatit valica se do iki prap. Ku të shkoj? Cili është qyteti i fundit që to vizitoj në jugun e Italisë? Do t'u jap disa info,
edhe bashkë me videon që do shikoni. Për të gjithë juve që e keni vizituar do ta kuptoni me njëherë, për të gjithë juve që jetoni atje pa diskutim që do ta kuptoni, për të gjithë ju të tjerët që mbase doni ta vizitoni do t'u jap disa info, edhe në komente do më lini një koment të më thoni se për cilin qytet bëhet fjalë. Siç u thash, është një nga qytetet më të bukura portuale të jugut të Italisë. Është i vendosur në rajonin e Puljes, edhe ai njihet për portin e tij natyror, shotitoren Buzdetit, edhe qendrën historike plot me monumente të lashta. Këtu mund të vizitoni kolonat romake, kështjellat mesjetare dhe të shijoni atmosferën tipike mesdhetare. Siç mund të shikoni, mund të shijoni edhe arancini, edhe të gjitha këto ushqimet që janë perfekte, që Eva i shijoi, kuptohet. Ky qytet është gjithashtu një pikë e nisjeje drejt Greqisë, Shqipërisë edhe vendet e tjera të Ballkanit. Siç mund të shikoni, po bëjnë gara me barkë këtu, edhe sa bukur është o njerëz e të kalosh pushimet në anë të detit me këtë mënyrë. Kuptohet që nuk mund të mungoj edhe akulloria nga Italia, nga qytetet e Italisë, se janë të famshëm për akulloret e tyre. Këtu Eva po na përshëndet, edhe nga ky qytet që është me kaq rëndësi të veçantë, historike dhe kulturore, një picë dhe një pije në anë të detit, duke u thënë mirupafshim nga Italia, edhe nga qytetet e saj të bukura, për cilin qytet bëhet fjalë. Ciao.